Një lajmërim shumë i rëndësishëm, me që tani moti po ndryshon edhe po bëhet më vap, nesër protestën do e nisim në orën 7. Protesta nesër tek sheshi Skënderbeut në orën 7. Parini nuk ka Shqipëri! Parini nuk ka Shqipëri! Parini nuk ka Shqipëri! Tani do flasi një vajzë nga Italia, Jessica. Përshëndetje, doja që unë të marrë nga Italia vetëm që të them që popullim duhet jetë i lirë, sepse kemi qitat të kemi dhënat e mija të të bëjmë që dua, përke kjo është shteti jo, nuk është shteti e Edi Ramës ose shteti e Sali Berisha. Dua të them që unë nuk do ikim nga ky qytet derisa të jemi të lirë. Revolucion! 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 Doja faleminderit gjithëve që jeni këtu për të mbështetur qytetin tuaj edhe vendin tuaj. I bëj thirrje gjithë emigrantëve që rrin në Itali e çdo vend që të vinë këtu që t'i japim forcë vendit tonë. Ramabur Berisha bur! Ramabur Berisha bur! Ramabur Berisha bur! Shumë faleminderit për çdo gjë. Ne këtu s'kemi opozit. Opozita jemi ne. Opozita jemi ne. Opozita jemi ne. Opozita jemi ne. Thjesht për të rikujtuar, nesër protesta fillon në orën 7 tek sheshi Skënderbeut. Në orën 7. Edhe tani Skënderbeu Kraiqi një përkras nga Mërgata. Përshëndetje të dashur student, përshëndetje të dashur qytetar. Vin nga Mërgata, më quajnë Skënderbeu Kraiqi. Kemi fala nga Mërgata, nga studentët e Mërgatës, nga Mërgata në përgjithësi shqiptare për krahje të pa kufizuar. Për krahje për arsye se çdo revolucion që fillon, që ka filluar edhe në Kosovë, edhe në viset shqiptare ka filluar nga pikërisht nga studentët. Kështu ishte edhe viti 1968 kur i mohohej flamuri shqiptarëve të Kosovës dhe atëre ishin studentët të cilët dalën në protesta, në demonstrata të përgjithshme dhe fal tyre ishte atëre flamuri shqiptar. Prandaj, kudo që vallon ky flamur, ne Mërgata shqiptarët jemi në përkrahje të juve, të studentëve, të gjithë atyre të cilët Shqipëria mjaft djem dhe basha student të rinj të cilët ju blok gjaku shqiptar që kur atëveju është në rrezik atëre ngritet protestant dhe e heq të keqen. Prandaj shqiptar të dashur, Shqipëria është e shqiptarëve, Shqipëria është e të gjithë shqiptarëve kudo që janë, nga Mërgata, nga viset shqiptare kudo që janë. Prandaj nuk do të lejojmë asnjëherë që asnjë pllën e tokës shqiptare e cila është larë me gjak që shkon ku
tjetër që oligarket apo kushdo qoftë që ta akcepton. Mjaft është akceptuar toka shqiptare. Prandaj kërkojmë që edhe një herë të duartërkasin Shqipëria e shqiptarëve, e tratarëve. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, nuk do ndalojmë së thirruri Rama jepe dorëqen, dhe nëse na kujtohet në gjumë, nëndra, derisa I t'jap dorëqen. Ky është himni I verës, ky është hiti I verës. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Do ta bëjmë këtë fjalin maksin e këtij. Tani ftoj një vajzë e cila donte të prezantohej shumë shkurt dhe në mënyrë modeste si një vajzë nga Kuksi. E ftojmë s'ke. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam një vajzë nga Kuksi. Unë kam ardhur këtu për një Shqipëri më të mirë. Kam ardhur të kujtoj se Shqipëria më e mirë jemi ne. Sa herë që nuk ulim kokën, sa herë që nuk heshtim, sa herë që zgjedhim guximin në vend të frikës. Sepse historia nuk shkruhet nga ata që presin, por nga ata që grihen. Dhe sot, ne jemi duke u ngritur. Ata kanë pushtetin, ne kemi një gjë më të madhe. Arsye për të mos u dorëzuar. Dhe kur një popull nuk dorëzohet, asgjë nuk është më fort se ai. Faleminderit. Kemi një kohë të vogël, me emrin Asja, që do të flasë sot.